Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل والفجر وليال عشر. Allahun e falenderojmë që i takon madhnisë Allahut dhe vazhdimisht e falenderojmë Allahun për mirësitë e shumta që na ka dhuru në Islam, na ka udhëzuar. Në ka bërë të mundur që në këtë ditë të veçantë të falenderojmë më shumë Allahun në këtë ditë xumaja ku pranohen lutje dhe lutim Allahun për falje dhe mëshirë. Allahu na fal dhe na mëshiroft. Pastaj gjuha dhe zemra më e mirë dhe më e pastër është ajo gjuhë dhe zemër e cila rikujton njeriu më dashur të Zotit që i ndriçoi Allahu zemrat duke i thënë salata dhe selam e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm në këtë ditë xumaje, dy ajetet e para të suratul Fajr thot i madhi Allah wal fajr pasha sabahun wa layalin ashr, edhe pasha 10. Allahu kur betohet në diçka tregon për vlerën e saj, dhe ne kemi mbajtur shumë ligjërata dhe keni ndëgjuar pi shumë xhallarëve se bereqeti në sabah, njeriu duhet kur të zgjohet herët me marr abdes, me fal sabahin, me lexu Kur'an, me bë dhikrin dhe me vazhdu jetën. Por në këtë ajet waleyalin ashr dhe 10 netët këto e ka për qëllim 10 ditët sipas komentatorëve, është një sezon. 10 ditët e veçanta dhe të dashurat e Zotit që Allahu po betohet, po tregon ty dhe mu kujdes pak. Është një stacion me Zotin që duhesh ndalesh pak me një vëmendje më të veçantë mja dediku madhnisë Allahut. Shumica xhamatit ton, elhamdulillah, Ramazanin e kanë sezon dhe mejdani i muslimanëve të mirë që agjerojnë, e bëjnë ibadet, elhamdulillah. Ama në 10 e Ramazanit, 10 natët krejt veçohen më shumë dhe xhamiat janë stërmbushura. Monemen, nëse 10 më i mirë i Ramazanit është 10 natët e Ramazanit, Allahu po betohet edhe ditët më të mira janë 10 ditët e Dhulhijhes të cilën ne jemi tash. E hot çka duhet me bën, kjo është një stacion që duhesh të nalesh, ta mushish veten me energji, me ibadet, duke madhruar Allahun subhanahu wa taala. Pse? Se Allahu është betu në këto ditë për më tregu ty se ka vlerë. Nëse ti ja kthen shpinën, jetë mohu, jetë nënçmu një mirësi të Allahut, një stacion të Allahut që pa Allahu po të hecte une. Këtë stacion madhron mu ma shumë, falendron ma shumë, ban tekbir ma shumë, ban tehlil ma shumë, ban subhanallah ma shumë, dhikr dhe ashtu me radhë. Thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ejamil al-amalu salih fihinna habba ila Allahi min hadhi al-ejamil ashara. Nuk ka ditë që veprat e mira t'jenë më të dashura te Allahu se në këto 10 ditë e Dhulhijhes. Nuk ka. Prandaj veprat në sa herë te Allahu pranohen, por veprat në këto ditë janë më të preferuar dhe më të dashura te Zoti se sa në ditët e tjera. Kjo është mesazhi i parë i hadithit që du ta ndaj me ju. Me ngrit vetdijen, jemi në stacionin e ibadeteve të një timingu, të një kohë që Allahu po betohet waleyalin ashr, edhe po thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se vepra më e dashur është vepra të cilën e bën në 10 ditë të Dhulhijhes. Pastaj do të tregoj cilat vepra. Ndërsa në vazhdimin e hadithit, afdalul ayami dunya, ditët më të vlefshme, vepra më e dashura në 10 ditë të Dhulhijhes. Ama afdalul ayyam, ditët më të vlefshme janë ashara Dhulhijja në hadithin që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe veprat, edhe ditët më të dashura te Allahu po insiston o vëllezër që ne të madhrojmë më shumë Allahun, sidomos në këto 10 ditë. Musa alayhis salam ju drejtu Zotit një ditë tha:
Ja Rab, allimni duaan eduke bihi, o Zot, mëson të të lus ty diçka të veçantë. Tha o Musa, thuj la ilaha illallah. Çfarë? Tha thuj la ilaha illallah. Ka mundësi me hinë xhennet dikush ka nuk thot la ilaha illallah. Po sa njeri jeton, është i krijuar, e i ka këtë mirësit kur s'ka thon la ilaha illallah. Ama nuk mund mu ka një njëti ai çka e thot shumë la ilaha illallah, ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira. O ju që keni besuar Allahin, përmendni Allahin shumë. E prandaj i tha o Zot Musa alayhis salam, po këtë fjalë thojnë krejt, tha sukur ta vnojsh në peshoj. Këtë fjalë la ilaha illallah Musa alayhis salam i ka thënë Allahu, do të peshonte më shumë se 7 herë toka, qielli dhe gjithësia. O vëllezër, la ilaha illallah duhet me thonë çdo herë, ama në këto ditë shtone më shumë, se na ka mësuar pejgamberi alayhis salam me thonë më shumë, në këto ditë me thonë mi bë 3 lloje të ibadetit. Cilat janë ato? Me bë tehlil, do të thotë mi thonë Allahut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sa më shumë me thonë la ilaha illallah. Një. E dyta me bë tahmid, me falendru Allahun që na ka bë musliman, që na ka dhënë shnet, na ka dhënë din, na ka dhënë Kur'an, na ka dhënë mirësi shumë të panumërta. Me falendru Allahun, gjuha më e mirë, ajo gjuhë që i thot la ilaha illallah. Gjuha më e mirë, ajo gjuhë që i thot Allahut elhamdulillah. Dhe e treta, gjuha më e mirë është ajo e cila i thot Allahut Allahu Akbar. Nuk ka sen që të çon xhennet se fjala la ilaha illallah, se fjala alhamdulillah dhe se fjala Allahu Akbar. Prandaj bota sot në këto ditë e madhron Allahun më shumë ata që janë vigjilent dhe kanë piksënimin e faljes Allahut në stacionin e Dhulhijhes që Allahu po betohet, atëherë ta madhrojmë Allahun me këtë lloj të ibadetit. Pse? Se sot janë grumbullimi i të mirave të Zotit. Ne sot i përcjellim këtu kemi haxhi në safet tona që mas 1 orë gjysë i veshin ihramat dhe shkojnë mi thonë Allahut lebejk, Allahume lebejk. Në 10 ditë të Dhulhijhes janë ditët e haxhit, është dita e tavafit, është dita e Arafatit, është dita e kurbanit. Hoxh, po këto shkojnë, po na shka me bë. Po dhe ti therr kurban, po dhe ti lexon Kur'an, po dhe ti jep sadaka. Shumica xhallarëve jep një zakatin 10-in e Dhulhijhes. Po ju tham vetit dhe juve, zakatin përveç në 10-in e Dhulhijhes, zakatin një pjesë ndanë në përveç në 10-in e funit Ramazanit, zakatin dhe sadakan shtonë në 10-in e Dhulhijhes, se vepra më e pranuar është në ditën e Dhulhijhes. Prandaj shtone sadakan, lexoni Kur'anin, bani dhikrin më shumë, vizitoni të smut, bani vepra të mira, se krit veprat e mira, ky koktel i këtyre veprave janë më të pranuar te Zoti dhe Allahu i don. Me një fjalë të shkurt, stacioni i mirë me Zotin është në këto ditë dhe përfundimi i mesazhit është: bani revolucion me zemrën e juve. S'ka sen që e ban revolucion në zemër mendimi mirë për Allahun, që me përmend Allahun shumë. Allahun na bëft nga ata që e përmendim Allahun. Pastaj mi thon Allahut la ilaha illallah sa më shumë. Pastaj mi thon Allahut elhamdulillah, Allahut sa më shumë, Allahu na shton të mirat. Pastaj mi thon Allahut Allahu Akbar, më i madhi, kit gajle ti që po më dëgjon që i ki, s'mund më kanë gajla jote më i madh se Allahu shlysi gajleve. Dikush ka gajle të lashet varfries, dikush smundjes, dikush të lasheve, dikush nga tresave. Pasha Allahun, shtone istigfarin, shtone tahmidin, shtone tekbirin, shtone tehlilin, Allahu kam ja largu brenga. Allahu është ai i cili ti largon të lashet prej zemrës. Ti që ke ardhur që tu, ti e beson Zotin. Ti që ke ardhur që tu, ki besim tek Allahu. Prandaj shtoje këtë besim në këtë ditë, 10 ditë të Dhulhijhes, më shumë në këtë stacion, pastroje shpirtin, pastroje zemrën, pastroje gjuhën, pastroje raportin, ban revolucion me zemrën tënde. Nuk mundesh me ndryshu veten pa e ndryshu zemrën. Allahu na ndryshov zemrat tona me lidhjen e Kur'anit edhe Sunetit. Ja Rabbel Alamin. Allahu i udhëzoft rinin ton në rrugën e xhairit. Allah i pastrov zemrat tona nga kibri, nga hasedi dhe nga çdo e keqe. Allah i pastrov gjuhat tona dhe bafshin që ata gjuhë të flasin vetëm mirë, mendja jon që vetë mirë të mendon. Elusim Allahun që haxhilerët e ton, Allahu t'ja lehtëson rrugën edhe t'i kryjnë adhurimet ashtu siç meriton madhëria Allahut, edhe të vinë sikur fëmijët e posalindur. Allah ja pranoft haxhin haxhilerëve ton. Elusim Allahun që ata që nuk kanë pas mundësi, Allahu t'ja mundson vitin e ardhshëm të shkojnë. E kullu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.